Kërkesa e Partisë Demokratike për të mbajtur interpelancë urgjente me kryeministrin Edi Rama lidhur me ankimimin e pezullimit të Belinda Ballukut në gjykatën kushtetuese nuk është pranuar. 74 deputet votuan kundër dhe vetëm 17 ishin pro mbajtjes së interpelancës. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi theksoi se çështja është në kushtetuese dhe duhet pritur vendimi nga ana e gjykatës. Aktualisht një shqyrtim gjykatën kushtetuese dhe është ky organ që do të jap një interpretim përfundimtar mbi kompetencat dhe ndarjen e pushtetit ndërmjet institucioneve të ndryshme. Çdo përpjekje për ta nxjerrë një vendim politik para se të përfundojë shqyrtimi kushtetues mund të cënojë parimet e pavarësisë të institucioneve dhe sundimit të ligjit. Në këtë kuadër është e domosdoshme që të pritet vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese. Ndërkohë seanca është shoqëruar me debate nga ana e opozitës, të cilët kanë kërkuar praninë e kryeministrit Rama të japë përgjigje në lidhje me këtë çështje. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi kryeministrin të ishte në sallë dhe të jepte llogari pse nuk e shkarkon Ballukun. Pun ka kryeministri që shndërron institucionin në zyrë avokatie ndaj një të pandehure. Pse do duhet kryeministri të bëhet palë në një çështje ku nuk është palë? Por shqiptarët e dinë përgjigjen, ai duhet ishte këtu për të dhënë të pavërtetat e tij. Nga ana tjetër edhe deputeti i Partisë Mundësia Grosheaj ka kritikuar mazhorancën se ka rrëzuar 2 interpelanca me kryeministrin Edi Rama dhe me Belinda Ballukun. Ka ndryshuar, ky është një ndryshim thelbësor. Nuk kam, duhet të jepni llogari. Duhet të jepni llogari dhe nuk keni çfarë t'i bëni drejtësisë, nuk keni çfarë t'i bëni spakut, sepse kanë mbrojtjen e ndërkombëtarëve. Dhe në fakt edhe këto sulmet qesharake që bëni për ditë, Rama çdo ditë kërcënon gjykatën kushtetuese me brot shkulla të llojit. Keni marrë të pandehur, keni pezulluar ministren Balluku dhe shqiptarët nuk udhtojnë dot në Kanada. Tani kemi dëgjuar ka filluar ministri i drejtësisë me postime që thot ndarja e pushteteve. Kujtohet për një takim që ka bërë me ministrin e drejtësisë italiane të para 2 javë dhe na tregon që dhe ai ishte shqetësuar. Apo jo, ministër, ishte shqetësuar ministri italian për ndarjen e pushteteve në Itali apo për korrupsionin, zoti ministër? Delta Ulan Balla dhe thot, pyesni ChatGPT-n, thot. S'ka ndodhur ndonjëherë, po unë prapë thot Ulan Balla, nuk flas keq për gjykatësit dhe për prokurorët, si janë ban Ulantit, se ka frikë se përfundon si gjithë të tjerët. Tani, nuk e shmangni dot daljen para drejtësisë, e keni të kotë. Ky është një ndryshim historik. Kështu që ndajni mendjen, dilni çdo ditë siç po ndodh, bashkëpunoni me drejtësinë, sepse ju ka ardhur fundi. Ministri i Drejtësisë Besford Lamallari gjithashtu është përgjigjur akuzave të opozitës se kryeministri Rama po i ushtron presion drejtësisë për rastin e Belinda Ballukut. Plot 10 vite nga miratimi i reformës në drejtësi, një nismë kombëtare e cila e dha jetë institucioneve të reja të drejtësisë. Përveç se një nevojë ulëritëse kombëtare dhe për më shumë drejtësi, reforma me gjithë kundërshtit, përpjekjet për ta bllokuar dhe efektet e pritshme ka padyshim një rol të veçantë në të ardhmen e afërt të një vendi dhe populli evropian. Ndërkohë, nga ana tjetër, gjykata kushtetuese ka vendosur të shqyrtojë me 12 dhjetor mbledhjen e gjyqtarëve për shqyrtimin paraprak të kërkesës së kryeministrit Edi Rama për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku e marrë pandehur nga prokuroria e posaçme për vepra penale të shkeljes së barazisë në tendera.